Është zhvilluar ditën e martë provimi lëndëve me zgjedhje testi fundit i maturës shtetërore 2026 për maturantët e bashkive Korçë dhe Pustec. Në 5 qendra votimi të ngritura nga strukturat arsimore u testuan gjithsej 802 maturantë, duke mbyllur kështu procesin e provimeve të maturës për këtë vit shkollor. Sipas të dhënave zyrtare, provimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta. Për administrimin dhe monitorimin e procesit u angazhuan 51 administrator, 21 sekretues dhe 9 përgjegjës kati, të cilët garantuar zhvillimin normal të testimit në të gjithë qendrat. Burime nga Drejtoria Rajonale e Arsimit bën me dije se procesi u zhvillua pa incidente dhe në përputhje me të gjitha procedurat e përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Nuk u raportuan probleme që mund të cënonin mbarvajtjen e provimit. Pas daljes nga qendrat e testimit, maturantët e vlerësuan testin si një nivel mesatar, duke u shprehur se pyetjet ishin të përballueshme dhe në përputhje me programin mësimor të zhvilluar gjatë vitit shkollor. Provimi lëndëve me zgjedhje ka një rëndësi të veçantë për maturantët, pasi rezultatet e tij ndikojnë drejt për së drejti në llogaritjen e pikëve për pranimin në universitetet publike dhe private. Në përfundimin e këtij testi mbyllet zyrtarisht cikli provimeve të maturës shtetërore 2026, ndërsa maturantët do të presin tashmë publikimin e rezultateve dhe nisjen e procedurave për aplikimet në arsimin e lartë.